Në botën e politikës dhe medias shqiptare, pak personazhe janë komentuar aq shumë për kimin dhe bashkëpunimin e tyre, se sa Grida Duma dhe Ervin Saliangi. Megjithatë, kohët e fundit, vëmendja e ndjekësve dhe mediave roz është kthyer te një detaj që nuk mund të anashkalohet: mungesa e tyre e përbashkët në publik. Detajet që nxitën dyshimet. Prej kohësh, dyshja nuk është parë më në shoqërinë e njëri tjetrit në ambientet ku dikur shfaqeshin shpesh. Kjo distancë ka mjaftuar që në rrjetet sociale të vlojë pyetja: a janë ndarë përfundimisht? Mungesa në evente. Dikur mbrojtës të zjarrt të njëri tjetrit në çdo betejë politike, sot duket se rrugët e tyre janë fokusuar në drejtime krejtësisht të ndryshme. Fokusi te karriera. Grida Duma është tashmë tërësisht e profilizuar në botën e medias me emisionin e saj Top Story, ndërsa Saliani ka qenë i përfshirë në zhvillimet e forta brenda opozitës dhe përballjet e tij ligjore. Heshtja në rrjetet sociale. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar zyrtarisht lidhjen në të kaluarën, mungesa e mbështetjes publike apo e shkrepjeve të rastësishme nga paparacët ka shtuar dyshimet për një ftohje mes tyre. Asnjë konfirmim zyrtar. Pavarësisht aludimeve, mbetet ende në kuadrin e thashethemeve. As Grida dhe as Ervini nuk kanë bërë asnjë reagim që do të vërtetonte ndarjen apo vazhdimsinë e marrëdhënies së tyre. Miqtë e afërt thonë se bëhet fjalë thjesht për agenda të ngjeshura, por për publikun, kjo zhdukje nga sytë e të tjerëve flet më shumë se fjalët. Në jetën publike, shpesh heshtja është më e zhurmshme se çdo deklaratë. Mbetet për tu parë nëse kjo kohë larg njëri tjetrit është një strategji për të mbajtur jetën private larg vëmendjes, apo nëse vërtet historia e tyre ka arritur në kapitullin e fundit.